ngelur pasi gjitha institucionet e tjera kanë dështuar dhe kanë hequr përballë këtij problemi madhor që ne kemi. Sa beson vërtet që do të ketë efekt kjo lufta jote, që është në fakt një luftë për gjithë Shqipërinë? Flavio, unë dua të besoj, thash, është nëse nuk reagojnë institucionet, nuk kanë çfarë të bëj tjetër. Ne tashmë edhe ju media më keni ndihmuar ose na keni ndihmuar se nuk jam vetëm që ta përhapim këtë problem, të ndërgjegjësojmë qytetarët. Tashmë institucionet duhet të reagojnë. Sot që flasim, Ministria e Arsimit dhe institucionet e tjera, imagjinoni, nuk kanë vendosur software antiplagjature në universitete. Aty bëhet shteti shqiptar hedh 2 milion euro në vit, 2 milion euro në vit për shkencën, ndërkohë që fondet e Bashkimit Evropian për shkencëtarët e rinj fillojnë nga 1.5 milion euro, pra për një individ. Kurse për sa 4.000, 5.000 apo 10.000 profesor, pedagog që ka Shqipëria hidhen 2 milion euro dhe bëhet propagandë që ditën sikur po hidhet para e madhe. Pra jemi në kushtet e një skandali të madh ku thjesht si thua promovohen, vlerësohen dhe mbahen njerëzit të cilët kanë vjedhur falsifikuar. Ju merrni media, bëni një shkresë kryetarit të Akademisë Shkencave dhe i thoni, jepni CV-n dhe punimet tuaja shkencore, nuk ka produkt shkencor. S'dihet ku është doktoratura e tij, a ka bërë doktoraturë. Pra, të gjithë këto kanë bërë që të shëmben vlerat e arsimit dhe ne, njerëzit që punojmë, jemi jashtë institucioneve. Unë kam bërë dhe rastin publik, rastin tim që vazhdoj sot e kësaj dite, komisioneri i diskriminimit do të kishte dhënë vendimin mbi titujt e mi akademike dhe ka një muaj gjys që nuk ka marrë vendim. Ndërkohë që komisioneri i diskriminimit duhet të ishte ai që duhet merrej me këto dosjet që ne kemi përgatitur, se ka detyrim ligjor të mbrojë diskriminimin që po i bëhet sot në mënyrë sistematike njerëzve të ditur dhe njerëzve që kanë investuar tek vetja. A ka një dig nga këta kopjacët, nga këta hajdutët ordiner, se hajdut ordiner janë në fund fare, ndaj atyre studentëve, atyre të diplomuarve, atyre doktorantëve, atyre kërkuesve shkencor, ka një luftë të tillë? Nuk e di, unë di këtë gjë, Flavia, që sot në moment që ne flasim në Shqipëri nuk ka një kthes për sa i përket ndryshimit në shkencë. Janë dhënë mira doktoratura së fundi nga universitetet publike dhe private, ku doktoranti paguan nga 5.000 deri në 15.000 euro për të bërë doktoraturë, ku në çdo vend të botës paguhet. Pra, paguan 5.000 deri në 15.000 euro për të drejtuar nga profesorë që nuk ja kanë iden, pra që kanë marrë titujt me Google, dhe nga ana tjetër nuk paguhen. Dhe bëjnë 10 punëra dhe ndërkohë duhet bëjnë doktoraturën dhe rrjedhimisht këto përsëri do kthehen në doktoratura të ngjashme me ato që kemi parë apo që kemi nxjerr. Dhe në këtë kontekst nuk ka, si thua, një ndryshim për vitet e ardhshme se si ne do ecim përpara në lidhje me universitetet shqiptare. Dhe kjo ngelet, si thua, problemi i madh. Unë po shikoja për shembull moshën mesatare të doktorantëve të përzgjedhur në disa nga degët në universitetet shqiptare dhe është mbi moshën 40 vjeç. Ndërkohë që në botë mosha mesatare është 25-30 vjeç dhe po mendohet që të hapen doktoraturat edhe për moshat më të reja, pasi nuk ka nevojë për shkak të kërkesës që të kesh edhe masën kohë të sotme. Pra, tek ne çdo gjë vazhdon të funksionojë njësoj sikurse ka ndodhur, pavarësisht skandaleve që dalin, pavarësisht fakteve që dalin. Asgjë nuk ndryshon dhe nuk duhet ta habitemi se mjafton të shikosh ministrin e arsimit, e cila është me plagjaturë dhe 2-3 ministrat e fundit kanë qenë njësoj dhe janë promovuar në krye të arsimit dhe shkencës shqiptare. A ka ndonjë në kabinetin Rama që është me vërtet profesor? Nuk di të them. Se ke gjetur një që... Ata kanë titujt po. Ju i përmendet disa emra si Ursi Manja, përmendet edhe Evis Kushin, Vlerina Gjyramedin, që tashmë nuk është deputete, pra janë disa emra të cilët kanë marrë tituj dhe grada shkencore të pamerituar. Po më shumë se sa problemi tek politikanët sot, Flavio, qëndron tek ata që rrinë në universitete. Fundit një politikani nuk është se ai tituj apo gradë shkencore do e përdori, pavarësisht se sigurisht që duhet dënuar,
Por sot ne po flasim për ata që qëndrojnë në universitete, për ata që shfaqen në auditor, për ata që paguajnë me taksat tona pikërisht për të ndërtuar, si duash, mendime origjinale, për të ndërtuar shkencën shqiptare, dhe sot jemi në kushtet e një epidemie të madhe për sa i përket kopjes, mashtrimit intelektual dhe mungesës së dëshirës për të bërë një ndryshim. Ne jemi shteti i fundit në Europë për sa i përket shkencës, ndërkohë që jemi shteti i parë për numrin e universiteteve për numër banorësh. Dhe vazhdojnë të hapen universitete pafund, dhe keni dhe rastin e fundit për shkak sepse kjo klaqetura në vetvete sjell edhe në nështrim. Këta persona nuk janë më të lirë edhe të shprejnë mendime të ndryshme për shkak sepse janë të kapur nga ligji dhe të lehtësisht të presionuar nga shteti. Ne kemi folur më parë që si një kolegj i huaj i merr pronën në Universitetin e Tiranës, madje i futet brenda Universitetit të Tiranës dhe askush nuk reagon. Është njësoj si kur juve dhe Syri TV të vi një televizion tjetër privat dhe ju të jepni studiet më të mira, të jepni ambientet më të mira dhe të mos shikoni ndonjë probleme me këtë situatë. Dhe sot jemi në ato kushte. Dhe pse ndodh kjo është sepse këta persona që duhet bënin detyrën, po të kishin marrë çdo gjë me rida, do luftonin që një gjë tillë mos ndodhte dhe të ngrinin emrin e Universitetit të Tiranës dhe jo ta ulnin sepse janë diploma që ne të gjithë i kemi marrë prej atij universiteti. Tauland Muka, faleminderit. Faleminderit juve Flavio, nëse. Përshëndesim Tauland Mukën. Për gjithë ata që janë student ose kudo që punoni, shifini njëherë këto e prorët që na bëjnë si profesor.